Albin Kurti duke përkujtuar 27 vjetorin e fillimit të betejës së Kosharës, e cilësoi atë si një nga momentet më të rëndësishme të luftës çlirimtare dhe përpjekjeve për bashkimin kombëtar. Kurti rikujtoi se me 9 prill 99 në orët e hershme të mëngjesit, luftëtarët e UÇK-s sulmuan pozicionet ushtarake serbe në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë, me synimin për të shembur kufirin që për dekada ndante shqiptarët. Kurti rikujtoi se betejë e Kosharës nisi 2 javë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s dhe zgjati deri në përfundimin e tyre, duke u shndruar në një nga përballjet më të ashpra në terren malor. Ai vuri në pas se gjatë kësaj betejë mijëra pjesëtar të UÇK-s luftuan për 2 muaj rresht, ndërka që 114 prej tyre ranë dëshmor dhe mbi 400 të tjerë u plagosën. Sipas tij, UÇK-ja si një ushtri vullnetar është gjithkombëtar, u bë aleate e NATO-s në ndaljen e fushatës së pastrimit etnik dhe gjenocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës nga regjimi i atëhershëm i Serbisë. Për të përkujtuar betejën e Kosharës dhe